Historia e popujve shpesh shkruhet nga fitoret ku mbjet betejat. Por ka raste ku një histori e tërë mbahet në vetëm disa objekte, disa copsa hekuri, disa zbukurime ari, pak lëkurë, që mbajnë në vete kujtimet e një kombi. Armët e Skënderbeut, për krenarja dhe dy shpatat, nuk janë thjesht objekte muzeale. Ato janë relike të shenjta të një figure që për shqiptarët është simbol, mit, histori dhe identitet. Por si ka mundësi që këto armë nuk ndodhen në Shqipëri? Si u larguan, kush i mori dhe si përfunduan në Austri? Viti 1468, Skënderbeu mbylli sytë në Lezhë. Shqipëria mbetet pa prijesin e saj. Familja Kastrioti përballet me një të ardhme të pasigurt në rrezikun e akmarrjes osmane. Donika Kastrioti, gruaja e Erojit, dhe Gjoni, i biri, vendosin të largohen drejt Italisë. Ata marrin me vete jo vetëm emrin e Kastriotëve, por edhe sendet më të çmuara të familjes. Armët e Skënderbeut. Ata nuk ishin thjesht armë lufte, ishin simbole të një rezistence 25 vjeçare, objekte që Evropa i admironte. Në atë kohë, princat dhe mbretërit mbanin relike të heronjve për prestigj dhe nder. Sheku i ndryshojnë, mbretërit ndërohen, por armët e Skënderbeut mbeten në Itali. Ato kalojnë nga një familje fisnike tek tjetër. Disa prej tyre i ruajnë si kujtim të aleancave të dikushme, të tjerët i mbajnë si objekte prestigje. Duka i Urbinos, Mario Sforza, një figurë e rëndësishme aristokrate, bëhet personi i parë i dokumentuar që zotron armë. Ai, ashtu si shumë koleksionistë të kohës, besonte se mbledhja e relikeve të heronjve të mëdhenj e ngrinte prestigjin e oborit të tij. Armët e Skënderbeut ishin si një trofe mbretëror, një kujtim, i një njeriu që kishte sfiduar një perandori të tërë. Më vonë, ato kalojnë tek Duka von Areskoti. Këta njerëz nuk ishin shqiptar, por ishin të ndërgjegjshëm për famën e herojit shqiptar në Evropë. Shekulli 16, Evropa, e kohës adhuroi figurat e trimërisë. Arqiduka Ferdinand II, i Tirolit, ishte një nga koleksionistët më të shquar të artefakteve ushtarake, të figurave të mëdha. Ai ndërtoi koleksionin e famshëm Amaterium Heriocum, një galeri kushtuar heronjve evropian. Dhe ky princ i Tirolit dëgjoi për shpatat dhe për krenaren e Skënderbeut. Ai nisi një fushat të gjerë për t'i mbledhur ato, duke dërguar letra dhe kërkesa fisnikëve të Italisë. Dhe kështu, diku midis viteve 1588 dhe 1593, armër përfunduan në duart e tij. Ato u ruajtun me kujdes, u inventarizuan, u regjistruan me numra, u sistemuan në koleksion. Këtu fillon kapitulli austriak i relikeve të Skënderbeut. Viti 1596, koleksioni i Ambarsit plotësohet, një inventar i detajtuar përfshin. Për krenarin e Skënderbeut, shpatën e drejtë, shpatën e lakuar. I njëjti inventar është dokumenti i parë që identifikon zyrtarisht objektet si të Skënderbeut. Pak vite më vonë, në 1601, sekretari Jakob Shkrenk von Notzing boton një libër monumental. Në të paraqitet edhe një gravurë e Skënderbeut. Ai qëndron në këmbë me shpatën në dorë dhe pranë tij qëndron përkrenarja e famshme me kokën e dhisë. Kjo gravurë është dëshmia e parë ikonografike që lidh armët me herojin shqiptar. Në vitin 1605, perandori i Austrisë blen kalan Ambras, bashkë me të gjithë koleksionin e saj. Kjo e bën koleksionin pjesë të trashëgimisë së Habsburgërve.
Ndërsa vitet kalonin dhe perandoria arritej, objektet kulturore zhvendoseshin për ruajtje më të mirë. Në 1806, reliket u transferuan në Vjenë, zemër e perandorisë. Aty në fund të shekullit të 19, në vitin 1888, ato vendosen në ndërtesën e re të Muzeut të Artit Historik, ku qëndrojnë edhe sot. Kjo është arsyeja pse ato ndodhen në Austri e jo në Shqipëri. Përkrenarja me kokën e dhis është një ndër reliket më simbolike të mesjetës. Shpata e drejtë, e zbukuruar me arë, është dhuratë nga Papa Pali II. Shpata e lakuar është armë lufte e përdorur në betejat e Skënderbeut. Shenjat e përdorimit, skalitjet, teknika e gdhëndjes, të gjitha tregojnë diçka më shumë se thjesht historinë e një njeriu. Tregojnë historinë e një epoke të tërë. Armët e Skënderbeut janë bërë më shumë se relike materiale. Ato janë kthyer në simbol të identitetit shqiptar, në flamur, në logo kompanish, në stema, në monumente dhe në artin kombëtar. Edhe pse reliket origjinale qëndrojnë në Austri, mira shqiptar i vizitojnë çdo vit. Ekspozita të veçanta i kanë sjellë disa herë përkohësisht në Tiranë dhe Krujë, duke gjeneruar radhë të gjata vizitorësh, lot gëzimi, krenari dhe emocione të forta. Kjo është pyetja më e shpejtë. Përgjigjja është e thjeshtë, por e dhimbshme. Armët nuk kanë qenë kur pronë e shtetit shqiptar. Ata u larguan shumë më parë, në një kohë kur Shqipëria as nuk ekzistonte si shtet. Sot Austria i konsideron pjesë të trashëgimisë së koleksionit dhe muzeal. Rregulla ndërkombëtare nuk lejojnë kthimin e objekteve që janë marrë para shekullit të 20, ku ligjet e pronësisë kulturore nuk ekzistojnë. Por pavarësisht kësaj, ato mbeten në zemrën e identitetit shqiptar. Armët e Skënderbeut udhëtuan më shumë se vetë Skënderbeu, nga malet e Shqipërisë në brigjet e Italisë, ka duart e princerëve italian në koleksionet perandorake të Tirolit e më pas në zemër të Vjenës. Ato mbeten dëshmitar të një historie të pavdekshme, historisë së një luftëtari që sfidoi një perandori dhe fitoi zemrat e gjithë Evropës. Dhe sot, edhe pse ndodhen larg, ato na kujtojnë se heroizmi nuk vdes kur, as historia, as kujtimi.